të rrezikshme, por me shumë forcë dhe me shumë besim. Gjitha një histori e jashtëzakonshme guximi. Faleminderit Silvi që vendose tregosh historinë tënde në Kafe Sheto, një histori që meriton të dëgjohet. Të lutem, faleminderit juve që më datë mundësinë kur e kërkova unë këtë mundësi dhe pse ishte pa mundësi e juaja, megjithatë për këtë akoma dhe më shumë faleminderit. Jam shumë mirë njohë kësaj hapësire televizive që më kushtuat. Unë do doja që të njiheshim pakës me këtë sëmundje të rrallë, që në fakt konsiderohet si sëmundje e pa besë ndër sëmundjet e rralla. Angioedema hereditare ose e trashëgueshme. Na tregu pak më shumë për veten dhe le të kthehemi pak pas në kohë, qënë se në familjen tuaj ka disa breza grash të cilat vuajnë nga një patologji. Kur ka qenë momenti që ju keni perceptuar që krizat e kësaj sindrome nuk janë shqetësime të zakonshme? Këto kanë filluar shumë herët. Kanë filluar me nënën time, me gjyshen time, dhe më pas me mua në moshën 13, diku 13-14 vjeç. Mbaj mend që kam qenë në 8 vjeçare në atë kohë, shumë e vogël për të kuptuar se çfarë po ndodhte me trupin tim realisht. Isha në moshën që po kaloja midis fëmijërisë dhe moshës adoleshencës dhe sigurisht që në atë kohë fillon dhe ndjehesh më zonjush dhe prania e kësaj logjike mua më bëri në terma shkencor, mua më bëri të kisha disa edema të pakuptueshme në të gjithë trupin, por më shumë të përqendruara ishin në zonën e rrugëve në rrugët abdominale dhe në pjesën e stomakut. Dhimbje të tmerrshme, kriza të tmerrshme, të cilat sot konsiderohen të barabarta me dhimbjen e lindjes, që përjeton një grua kur sjell në jetë një fëmijë, një dhimbje e papërshkrueshme që për një fëmijë ishte shumë i tepërt. Këtë e vuante edhe nëna ime dhe një nga arsyet pse ne menduam që mund të jetë diçka e trashëguar, në atë kohë thuaj ha mos e ngjanë në vet. Do ketë diçka që e pason nga mamaja, por nuk e kuptonim që kjo ishte një sëmundje totalisht që s'kishte të bënte as me një ftohje të zakonshme, as me dhimbje grykësh, as me dhimbje ulçre stomaku apo gjëra të kësaj natyre që janë njerëzit e zakonshëm përballen me të njëjtat simptoma dhe lehtësisht mund të ngatrojnë në njëri tjetrin. Ndërkohë nëna juaj pra nuk ishte diagnostikuar edhe ju më vonë, me çfarë ishte kuruar deri në atë moment? Unë mund të them që nëna ime është një grua shumë e mençur dhe që ka ditur të menaxhoj më së miri smundjen e saj, pa i ditur se çfarë kishte. Do thoni ju pse? Sepse në atë kohë, siç u thash, ngatroheshe dhe patologjit ishin pothuajse një ngatërim normal për kohën, normal. Pra mjekët thonin që mund të kishe një ulçër dhe mund të kishe ose një problem shumë të rënd ose serioz në stomak. Dhe për këtë arsye kanë detyruar disa herë të futet në sallë të operimit, mirë po nëna duke pasur një intuit shumë të fortë, shumë të zgjuar, ajo nuk pranoi që të futej asnjëherë në sallën e operimit. Ne kemi raste që persona të tjerë të cilët janë futur në sallë të operimit në kohën e monizmit kanë ndruar jetë. Shumë e vërtetë. Dhe nëna ime në këtë kontekst ka bërë një të mirë vetes saj dhe fëmijëve të saj, sepse na ka vënë përpara një përgjegjësie që shiko se kjo sëmundje vjen në momentet kur ti je mirë, kur ti nuk e dëmton veten duke ushqyer, duke u keq ushqyer, dhe nuk ke probleme stresi, dhe një fëmijë ç'mund probleme stresi mund të kishte në atë periudhë. I kishin prindrit tan, po jo ne. Kështu që duke i parë me detaje këto gjëra, nëna nuk na lejoi asnjëherë të binim prej një, të themi në thonjza, paditurie, pa dashje të një mjeku i cili e keq interpretonte sëmundjen. Të një mjeku ose të një sistemi në fakt. Dhe çfarë ndodh më tej? Në vitet 2000 ju diagnostikoheni dhe jeni ndër pacientët e para që jeni diagnostikuar me angioedem hereditare. Sigurisht ka dhe një arsye pse u diagnostikuam në atë moment. Motra ime kalon një atak në krizë akute në rrugët aspiratore, në frymarrje, pra në rrugët laringale. Aty ajo pa veten shumë keq, prindrit e mi sigurisht që morën masat e duhura, u drejtuan në spital. Spitali, siç thash, nuk e kishte iden fare dhe niveli i diturisë për këtë sëmundje ishte zero. Po zero fare, vetëm duhet ja dim për faleminderit doktor Genç Surçebekut, i cili për herë të parë diagnostikoi tek unë këtë sëmundje të rrallë, e cila kishte vite jo që kurohej, por që të themi mbahej nën kontroll në vende të tjera të Europës perëndimore dhe që ishin bërë disa kërkime në atë kohë, në periudhën e viteve 60, 70, 80, por në Shqipëri ende nuk kishte ardhur një informacion i tillë. Kështu që doktor Genci
së bashku me prindrit e mi, motrën dhe unë, që e vuanim këtë sëmundje, na paralajmëroi për risqet që kishte sëmundja. Sigurisht që sëmundja ishte e pa njohur për ne, por e njohur në kuptimin që e vuanim dhe ne na shoqëronte në çdo moment, në çdo situatë, ne po jetonim me të. Na ishte bërë si një shok i ngushtë, por jo për mirë, për keq në fakt. Dhe të them të drejtën, ishim sa të emocionuar se e gjetëm shkakun, por aq edhe të mërzitur sepse kjo do të ndodhte në vazhdimsi. Dhe këtu do doja të ndaleshim në fakt. Pra, niveli i njohjes në një farë mënyre rritet disi në vitet 2000, po sa i takon kurave, trajtimit edhe le të përmendim sfidat që ti ke kaluar ndër vite. Si është të bashkëtosh me këtë sëmundje? Është një tmerr i vërtet. Nuk të lë të jetosh. Nuk të lë të përballosh asnjë lloj situate jetësore. Bëhesh ndoshta në thonjza e bezdisur për personin që ke në krah. Bëhesh një person, jo, ndoshta fjala e bezdisur është për ta thënë më shqeto në sensin që sa e rëndësishme është jesh mirë, të paktën një orë në ditë. Por të jesh me edema në çdo moment të ditës dhe të përfundosh në spital çdo 3 ditë dhe të marrësh një trajtim jo të certifikuar për sëmundjen tënde, kjo ishte akoma dhe më e dhimbshme për mua. Pse? Sepse plazma e freskët, danazoli apo kortizonikët që unë kam bërë nuk kanë stimuluar për mirë shëndetin tim, por e kanë përkeqësuar atë dhe kanë stimuluar në një farë mënyre edhe sëmundjen time. Dua të theksoj këtu që sëmundja angioedem hereditare, kjo sëmundje e rrallë, kjo patologji e rrallë, është ndryshe në trupa të ndryshëm. Ju e dini që çdo trup funksionon ndryshe nga tjetri. Dhe pse jemi motër e vlla, dhe pse un kam lindur vajzën, nuk do të thotë se angioedema duhet funksionoj e njëjtë në trupa të tjerë. Tek un ka funksionuar pak më keq, dhe është prishur, si me thënë ajo, ka devijuar nga rruga, po, patjetër, sepse medikamentet jo të certifikuara që janë bërë në trupin tim, trajtimet akute, në thonjza, sipas tyre që janë kryer në momente urgjencash, kur unë kam pasur vërtet nevojë, se kam pas risk për jetën, kanë destabilizuar shëndetin tim në mënyrë më fatale të mundshme. Më vjen shumë keq ta gjoj këtë, Silvi. Në cilin moment u lindi një zgjidhje për gjithë të situatë? Shika, në kushtet ku jemi, si mund të kurohet në mënyrën e duhur me produkte të certifikuara, cilët janë jetë shpëtuesit e kësaj sindrome? Bota i kishte kohë që i prekte këto. Ne kemi jo më pak 36 vite demokraci, në këto 36 vite, 3 vite kemi ne që jemi themeluar si organizat, mund të them 33 vjet në një kaos shëndetësor kanë qenë personat me angioedem hereditare në Shqipëri. Trajtimi medikamenteve në Shqipëri për këtë patologji ka qenë zero. Zero gjatë gjithë kohës. Dhe të mendosh që shumica e shqiptarëve kanë mërguar në vendet fqinje për të gjetur shpëtim. Për të gjetur shpëtim, se nuk flasim thjesht për një zgjidhje afatgjatë, flasim për shpëtimin e jetës. Sëmundja është mungesë e C1 inhibitorit në gjak, mungesë e një proteine e cila krijon edema akute në të gjithë trupin, por kur ajo ndodh në rrugët e frymëmarrjes, nuk ka shpëtim për ty. Në pak sekonda, në pak minuta, nuk mjafton ti hypësh autobusit në fund të Tiranës dhe të shkosh në QSOT dhe të kesh një jetë të sigurt në ato momente. Jo, të sigurt. Se flasim që kjo sëmundje, përveç se është e pabesë, kjo të merr jetën në të qindin e sekondit nëse medikamenti jetë shpëtues nuk është me ty aty. Në kuptoj, dhe me këtë rast do doja të kalonim në atë që ndoshta mund të jetë momenti më i vështirë për gjatë rrugtimit tënd, për sa kohë po flisnim dhe për pasojat paparashikueshme dhe fatale. Në vitin 2017, një ndër momentet më të vështira të jetës tënde, ti përballesh me vdekjen, kalon një vdekje klinike. Përballem me një jetë që nuk e kuptova ç'ishte, ishte një errësirë që erdhi si pasojë e asfiksisë në rrugët e frymëmarrjes, për shkak se e di kush është paradoksi më i madh i yni si pacient, po dhe imi personalisht, që ne shkojmë në spital me këmbët tona dhe në momentin që medikamenti jetë shpëtues, se ka qenë nëpër masa të vogla, në sasi të vogla ka qenë 5 copë, 4 copë, 3 copë, po pra për të shpëtuar jetën këtyre pacientëve ka qenë ky medikament nga viti 2010 e tutje. Po në sasi të tilla ka të pakta që duhej sipas nevojave, sepse gjithmonë lind një nevojë merret një masë.
Pra, nëse s'kemi nevoja, nuk kemi as masa konkrete dhe të qarta. Dhe plas këtu për politikë bërjen, për masa politike, jo masa në kuptimin që ne si pacient të marrim masë ikim tani nga dheu që të gjejmë shpëtimin nga shtetit. Pra, unë shkoj në spital, nuk e gjej këtë medikament, jo se nuk është, por se nuk ofrohet nga depo e farmacisë spitalit. Do thoni ju pse? Nuk e di. Asu nuk mund të jap dot një përgjigje pse. Jo se nuk u bën procedurat burokratike, jo se mjekët nuk e vun ujë në zjarr, jo se urgjenca nuk u alarmua, po sepse askush nuk mundi ta tërhiqte dot atë medikament në momentin e duhur. Për çfarë ndodhi? Ndodhi një asfiksi, domethënë edema filloi të përkeqësohej, ishte një edema akute në rrugët e frymarrjes, filloi që në pjesën e kraharorit, në mushkëri, dhe pastaj mori sipër. Dhe sigurisht që ju thash pak më herët që edema në rrugët e frymarrjes është fatale për jetën. Dhe unë e ndjeva këtë. Dhe të mendoni stresin që ka një pacient kur përjeton, kur e di se çfarë po ndodh, sepse ne ishim në dijeni të smundjes son, pra sa më shumë të dish është edhe më keq në të njëjtën kohë, sepse fillon dhe krijon një stres dhe akumulon një stres i cili është i duhur, sepse e normale, çdo njeri stresohet kur mendon që do vdes pas pak minutash. Dhe në rastin tim ishte, jo, unë po stresohesha sepse e dija që medikamenti ishte dhe nuk po vinte. Ndërkohë i kërkohet vajzës time, cila vuan nga kjo smundje, i kërkohet të dhuronte gjak, se në të kundërt nuk do t'jepej plazma e freskët. Mendoni pak se si mundet vajza, edhe ajo me një problem të tillë serioz, të jap të ofroj gjak për nënën e saj, ndërkohë që nuk i dihet se si mund t'i shkojë dhe asaj procesi i dhënies së gjakut. Sepse patologji të tilla të ralla kanë specifika të ralla, kanë edhe sfida të ralla, që ti nuk i parashikon dot. Prandaj në këtë moment ti nuk mund t'i kërkosh një pacienti, dhe këtu tregohet qartë se zinxhiri i sistemit shëndetësor për fat të keq nuk funksionon si duhet, edhe tani që flasim, edhe pse ne i kemi disa gjëra në vi, në atë kohë vajza nuk mund t'jepte gjak dhe nuk e dha. Dhe ju arritët të siguroni jetë shpëtuesin? Dhe e siguruam jetë shpëtuesin përmes një pacienti tjetër, i cili e ruante... Kishte nevojë për vete, por... Kishte nevojë për fëmijën e tij dhe e solli për mua. Dhe ai ka ardhur, nuk e di, me makinë, ka ardhur bashkë me motrën time, e kam stërthën këtë gjë në miq, në njerëz, dhe sinqerisht i detyrohem jetën atij njeriu. Sepse më shpëtoi jetën në momente që realisht jo isha midis, po kisha kaluar në atë moment pa ndjenja, pa kuptuar se ku isha dhe çfarë po bëja. Më vjen shumë mirë të dëgjoj për sensin e mirënjohjes mes njerëzve, por më vjen shumë keq të dëgjoj për mungesën e efikasitetit të sistemit tonë shëndetësor. Shëndetësor dhe jo vetëm në fakt, fill pas kësaj ngjarje, si për të vendosur qershin bitor të kësaj situate, ju përballeni dhe me një tjetër ngjarje, me pasiguri ekonomike, pushoheni nga puna. Po. Me që ishim tek niveli i stresit që në rastin Në sensin popullor, do të thoja, kur të vjen e keq e hapi derën. Dhe unë i hapa derën, po si e hapa. Si ndodhi? Mund ta themi ku punoja? Po, patjetër, s'ka asnjë problem për mua. Unë jam larguar 2 herë nga puna dhe kam pasur 2 herë një shok të tillë psikologjik. Një herë kam qenë punojse herën e parë në 2014 kur jam larguar nga puna, kam qenë punojse specialiste në drejtorinë e strategjive ndërsektoriale, pranë Ministrisë sot e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si për ironi të fatit. Dhe herën e dytë, hera fatale që kalova dhe këtë gjendje klinike, ka qenë 2017 kur jam larguar nga puna me pretekstin se nuk kam bërë punën. Ndërkohë që mjekët kanë reaguar bindshëm bashkarisht për të më ofruar mua një raport mjekoligjor i cili do të zjaste 6 muaj. 6 mujor? Po, patjetër, sepse unë isha në një gjendje shumë të rënduar, jo vetëm shëndetësore, po dhe psikologjike. Mendoni pak, një person që aktualisht jeton të vetëm me vajzën e saj, po flas për veten në këtë rast, që kishte shumë probleme me veten, probleme shëndetësore që nuk po i zgjidhte dot. Shkon në spital, ka ilaç, nuk t'i jepet. Në momentin që si do bëj për pjesën time, po pjesa tjetër
që vjen fundi muaj, duhet paguajmë disa detyrime, apo jo, në shtet. Ujë, drita, qera, shtëpije, pra këto janë zakonshme për pothuajse shumicën e popullatës shqiptare. Gjithë me qera, unë nuk kam mundësi me ble shtëpi për vete. Kështu që në këtë drejtim unë ndjeva e pasigurt ekonomikisht, unë ndjeva e pasigur nga ana shëndetësore, se kjo është e para, kur ke shëndetin i ke gjitha. Dhe e fundit fare, çfarë do të bëja unë me vajzën e cila vazhdonte shkollën? Ndërkohë që ajo vuante të njëjtën problem si unë. Sigurisht që është shumë e vështirë, por unë, ky ishte momenti që vendosa të bëhem zë. Të bëhesha zë? Të bëhesha zë. Zë i fort përmes krijimit të një organizate. Tashmë kishte ardhur momenti që të krijoheshim juridikisht dhe ligjërisht të kërkonim të drejtën për jetën. Dhe je duke folur për HAE Albania. Akronimi në fakt shëndron vetëm për sëmundjet e rralla, apo është vetëm për angioedemën? Dua ta qartësoj këtë gjë, të lutem. Unë nuk kam dalë këtu për të mbajtur peshën e rakordimit, apo të koordinimit, apo të çfarë ndodh sot me sëmundjet e rralla. Unë jam vetëm për angioedem hereditare. Pra, ne vërtet jemi një sëmundje rrallë, por unë e di që ka një shoqat të sëmundjeve të rralla, por nuk jam unë asnjë përfaqësues i asaj organizate, dhe jam një organizatë e cila përfaqësoj sëmundjen time, angioedem e trashëguar. Ju e keni kaluar vetë mbi supet tuaja, por jam kurioze të di dhe për gjithë ata që na ndjekin në këto momente, ka një regjistër kombëtar për të ditur jo vetëm nivelin e njohjes së kësaj sëmundje të rrallë, por sa pacient vuajnë realisht? Shiko, pacientët janë ata që shkojnë dhe kartelizohen në QSUT. Ata janë të dukshëm. Vetëm në QSUT? Vetëm në QSUT. Vetëm në Tiranë? Sepse vetëm Tirana ka mundësi për të diagnostikuar këtë sëmundje. Në asnjë rreth tjetër? Në asnjë rreth tjetër nuk është kjo e mundur. Tirana ka luksin të ketë medikamente sot që flasim, medikamente jetëshpëtuese dhe medikamente profilaktike. Mund të flasim për një sistem koordinimi jo shumë të mirëfillt, jo shumë serioz, sepse në momenti që bëhet fjalë për jetë pacienti, atëherë nuk mund të thuash që këta që vinë në Tiranë kanë mundësinë të kurohen, të marrin dhe ndihmën e shpejtë të shpëtojnë jetën. Nuk është më çështje luksi. Nuk është më çështje luksi. Nëse bëhet fjalë për një medikament jetëshpëtues i cili parandalon vdekjen, dhe një medikament profilaktik që realisht kushtojnë shumë sepse bëhet fjala për sëmundje të rralla, po patjetër, por nuk janë medikamente luksi për sa kohë medikamenti, siç ju thash, jetëshpëtues parandalon vdekjen dhe profilaktiku minimizon shpeshtinë e edemave akute në rrugët e frymarrjes, atëherë po flasim për jetë. Dhe jeta dhe vdekja janë dy gjëra që nuk mund t'i jetën e di, okay, se do lindësh nga dy prindër, po vdekjen, pse duhet një fëmijë, jo më rast se mbrëm, më ka ardhur një mesazh nga një nën, dhe më vjen mirë për këtë, që do ta them sot këtu. Kjo ishte një, si thua, një realitet shumë i dimshëm për mua, jo se unë nuk kam folur herë të tjera me këtë nën, e kam ngritur zërin, jo vetëm për të, po për të gjithë pacientët që janë të padukshëm për sistemin shëndetësor, për politikat shëndetësore, për gjithë ata pacientët cilët në heshtje gjejnë zgjidhje formale, personale, duke kontaktuar me mua, duke shkuar jashtë shtetit, ose një person i familjes ka emigruar Kastile për të sjellë medikamente në Shqipëri, dhe ata shpëtojnë jetën me medikamentet e njerëzve të tyre, që vinë nga jashtë. Pra, kjo nuk është zgjidhje. Pse? Dhe doni ta dini pse? Sepse medikamenti jetëshpëtues Ruconest, që sot qëndron stok në depon e farmacisë së spitalit për shkak të futjes së medikamentit profilaktik, i cili ka ulur nivelin të kërkesës për këtë medikament, normalisht ndodh kjo që ai medikament është më mirë të ri në depon e farmacisë së spitalit se sa të shkojë atje ku është nevoja. Pra, ky pacient, kjo vajzë 14 vjeçe, që nuk është e rritur në moshë, por është shumë e vogël, për të përjetuar 3 herë në javë episode të rënda në frymarrje. Jo më larg nga Tirana, është 100 kilometra deri në Shkodër, ndoshta, nuk e di se sa mund të jetë, se vajza jeton në një fshat të thellë të Shkodrës, nuk e kam iden, por a mund të jetë distanca gjeografike problem? Absolutisht, ja. Më vjen shumë keq Silvi që jo, të lutem, më lër ta them pak deri në fund këtë gjë sepse më shqetëson vërtet. Ne kemi shumë pacient si puna e vajzës, se ata janë një familje që e vuajnë angioedem hereditare. Si puna e kësaj vajzës ka në të gjithë Shqipërinë.
telefoni im nuk pushon ndonjëherë. Së foluri me njerëzit, së foluri me hallet e tyre, këto probleme, këto halle, këto shqetësime nuk janë të paraqitura në sistemin publik shëndetësor. Ka një strategji 2021-2030, por angioedema hereditare nuk ka atë, si me thënë, fokusin e duhur, theksin e duhur, që duhet i jepet një sëmundje e të rrallë. Jam e sigurt, Silvi, që do të takojmë sërish për të folur shumë më gjatë, sepse ka shumë për diskutuar mbi angioedemën hereditare. Të falenderoj shumë që ndave historinë tënde personale sot dhe faleminderit që edhe nëpërmjet Hi Albania jeni duke ndërgjegjësuar edhe pacientë të tjerë për të mos kaluar të njëjtin rrugtim kaq të vështirë sa që e keni kaluar. Unë doja të bëja një thirrje të gjithë pacientëve, por më së shumti Ministrisë së Shëndetësisë, që ta shoh me prioritet problemin e medikamenteve jetëshpëtuese dhe të bëjë të mundësoj një shpërndarje të drejtë në të gjithë Shqipërinë. Ky medikament shpëton jetë, nuk është luks, nuk është diçka me cilën ne do të jetojmë, do ta marrim sot, do ta marrim nesër dhe mbaron aty. Jo, ai shpëton jetë dhe kjo duhet parë me shumë seriozitet. Dhe me këtë, faleminderit shumë, Silv, do të takojmë sërish. Faleminderit. Bashkë do të shihemi